Rrymë afrikane godet Shqipërinë, temperatura deri 33 gradë, çfarë parashikohet për fundjavën dhe javën e ardhshme. Masat ajrore me origjinë nga Afrika e Veriut, të cilat po fuqizohen me lagështi nga deti Mesdhe, kanë sjellë kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në territorin e Shqipërisë. Sinoptikanët tregojnë se si do të jetë moti edhe në javën e ardhshme. Sipas parashikimeve meteorologjike, gjatë javës vendi ynë do të jetë me mot të ndryshueshëm ku alternohen kthjellime dhe vranësira. Në orët e mesditës, vranësirat pritet shoqërohen me reshje shiu dhe rebeshe kryesisht në zonat malore, ndërsa vija bregdetare mbetet kryesisht pa reshje. Era do të frymë me shpejtësi 7 deri 14 metër në sekond, duke sjellë kushte lokale të ndryshueshme në disa zona. Sa i përket temperatura, vendi në kushte tipike subtropikale do të ndodhet me vlera që pritet të arrijnë deri në 34 gradë Celsius gjatë fundjavës.